kjo qeveri nuk i jap llogari as kuvend as qytetarëve. E ka gjetë formulën që shme o marrë votat, na e dim gjithë, se po më do të po më nxjerr fjalët. Na e dim gjithë që ka orë kënë pushtet. Ky ka orë në pushtet, arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë, për shkak se populli u lodh me ne. Problemin me krejt, problemin me krejt logjiken e kësaj qeverie, unë e kam në dy premisa kryesore. Premisa e parë është kjo qeveri nuk i jap llogari as kuvend as qytetarëve. E ka gjetë formulën që shme o marrë votat. Nuk i jap llogari, nuk i jap as llogari, nuk ka llogari dhënie ndaj institucioneve, dhe as ndryshore, dhe nuk ka transparencë absolut. Na domethënë që sos ke pa ti një diskutim a e pa vërshimet. E pa vërshimet. Pat në deklaratën e Serencenit, primtim marrëveshjes tonë. A pa vërshimet. Sa në praktike. A pa çka ndodhi në Stok, a pa çka ndodhi në Ravec, a pa çka ndodhi që ndaj Kosovës. Ka ndodhur që 2 javë nuk ka mundësi kush me dalë, me thonë një fjali prej qeverisë, me thonë qëre, raporti ynë, saj nuk është shkencë, ajo është raport delemat, sa bo dombi, pa e thua i kemë qëto dhe do t'i bojmë, për këta fatkohor do t'i bojmë, do t'i japim parat për dëmet që më bo. Nuk ka ndodhë. Po që apë ndodhë me fabriken e qumshtit. Shkun, që sa është bo në do analiza. Nuk e di që 3 javë dit një analizë nuk është gjenë në laboratori me vendosë me thonë mira keqë. Kjo është mungesë transparentse, kjo është arrogancë e stërte prumë, dhe kjo arrogancë vjen prej votës blanko. Prej besimit të prumë? Të prumë. Po do thotë, na e dim gjithë, se po më do të po më nxjerr fjalët. Na e dim gjithë që ka orë kënë pushtet. Ky ka orë në pushtet, arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë, për shkak se populli u lodh me ne, kur thëmë me ne, me aleoncën 18 muaj konë, nuk të heqë qeverisë, po edhe në arrosin qatë thesë edhe neve, edhe dhe më thonë, erdhën pushtet. Kur erdhën pushtet, atëre i përdori krejt mekanizmat e mundshëm që një qeveri i bën për me mojt me këthy qeverin, shtetin, parti shtet. S'kini dyshim që vendosja që është parti shtet e ka qëllimin? Shqiqo, se thepëm i nxjerë fjallë, mas pari une menaj që... Zero transparentës Mas pari na menaj, unë mendoj që na si opozit kemë po gabim shkurt. Na i kemë pas votat me po qeveri. E ka qenë gabim jashtëzakonisht i madh. Tash, nësi opozit, që se se na nuk e dim kush opozita që apo bëhet, sot për sot, në Kosovë, veç Aleonca është të tregu çka ka qëndrim politik, për çka jap vot, për çka nuk jap vot. Dhe ajo që unë po thëmë, është sot, kjo qeveri, e cila ka arrit në secilin institucion, ta shtri ndikimin e vetë. Së është 60, o Fidancë. Besnik, i kena 3 minuta dhe në fund. Me juve, edhe me disa të tjerë, këmë folë shumë thjesht për secilimin e eskalimit gjuhës publike. Je shumë i matë, një dhe disa tjerë jeni shumë matë. Nga folë shumë për luftën hibride, për fake accountat, për lincimet që po banë, për këtë gjuhë që është primitive dhe nuk i takon shësnis të asë në kod, asë në besim, asë në kurzesh. A kina e koment për ditëve të fundit, u zbëllun disa për profileve cilat kanë bërë propagandë për televizën dhe ndosje, dhe u zbëllun që një pjesë e tyre janë të domonin të afërt me strukturat, me njerëz të fort në lëvizjen dhe ndosje. Akontet cilat e kanë cilmu ish lider në juj dhe familjen e ti heroike, zotin Ramush Haradinaj, nënën Ruk, dëshmort, familjen e Ashari, UCK-n, si cilin kundërshtar politik, a ki koment? Edhe qysh, është një shkrimtar, Hans Christian Andersen, e ka një liber, një prall, Mbreti është Cullak. E që përdu me thonë është që e gjithë ne e kem ditë që kjo eksiston. Bili do prej nesh kanë full hapur, e po deklaratën e Zotit Haradinaj në kuvend, kur foli për njerës që paguën, e kem po deklaratën e Florin Krasniqit, rrëthsoj teme, gjithë ne e kem ditë që eksistojnë, dhe kjo është ndytësia, është fani shprejf, liqnia, është poshtërsia më e madhe që dikush më në bënë. Dhe kjo poshtërsi ka shku aq lartë, so që
kanë vendos fotografi të figurave të larta shtetënore të e prekën në moral, nuk ka se në maran, jo veç për shqiptarin, është tradite kodit tonë o burë. Në moral, me prek në çështje do të thotë që e ka pjesën më të fortë, që është në kombëtare, me prek të nona, të fëmija, dhe më krejt e kem ditë që ekzistojnë, do të thëshin, ja, hajtë se ka diçka. Do dhe zbesajshin. Tash, brejt është sollak, që po du me thonë? Du me thonë që kjo duhet me uhetu deri në fund. Duhet me hi prokuroria dhe policia, me hi deri në fund. Tash duhet pyetja